Më 14 korrik Shqipëria mbylli përkohësisht 3 kapitujt e parë negociues, shkenca dhe kërkimi, arsimi dhe kultura, si edhe marrëdhëniet e jashtme të procesit të integrimit evropian. Ky hap u bë mundur fal dritës së gjelbër të marrë më 26 maj për të ashtu quajturat fundamentals, themelet, shteti i së drejtës, të drejtat themelore, funksionimi i institucioneve demokratike, reforma e administratës publike dhe e drejtësisë, si dhe kriteret ekonomike. Objektivi i deklaruar nga Tirana dhe Brukseli është mbyllja e të gjithë procesit negociues deri në fund të vitit 2027. Pikërisht në këtë kontekst, marrëveshja Rama-Meloni merr një kuptim që shkon për te menaxhimit të riadhesimeve për llogari të shtetit italian, pra edhe të Evropës. Më shumë se sa një marrëveshje e thjesht dypalshe, protokolli përbën një precedent politik dhe juridik që paraprind disa prej logjikave që sot janë në qendër të debatit evropian mbi eksternalizmin, pra transferimin e përgjegjësive ose funksioneve jashtë territorit të Bashkimit Evropian. Gjadri, një strukturë paraburgimi e mirëfillt, është ndërruar në më pak se 6 muaj nga hapja në qendrën e 11 italiane të riadhesimit dhe Shëngjini, një zonë zbarkimi dhe identifikimi që tashmë ka dalë jashtë përdorimit për shkak të kësaj ripërshtatjeje, përfaqësojnë përpjekjen e parë konkrete evropiane për të zhvendosur jashtë territorit të Bashkimit funksione që janë tipikisht të brendshme, kontrollin e migracionit. Për qeverinë shqiptare, gatishmëria për të bashkëpunuar me Italinë dhe Bashkimin Evropian në një çështje të konsideruar prioritare ndihmon në konsolidimin e imazhit të Shqipërisë si një partner i besueshëm në rrugën e integrimit evropian, edhe pse protokolli nuk hyn formalisht në negociatat e antarësimit dhe nuk përbën një kriter të parashikuar nga akuis komunitar, rëndësia e tij është kryesisht politike dhe propagandistike. Me hyrje në fuqi të paktit të ri evropian për migracionin dhe azilin, kjo marrëveshje e dypalshe e diskutueshme madje edhe nga pikpamja juridike mes qeverisë së Giorgia Melonit dhe asaj të Edi Ramës për transferimin në territorin shqiptar të një pjese të procedurave të ndalimit dhe riadhesimit të personave migrant, pushon së qeni një përjashtim dhe kthehet në një precedent që mund të përsëritet. Në këtë skenar, Shqipëria zë një pozicion të vështirë. Është një vend kandidat, kapitujt negociues të cilit janë ende të hapur dhe njëkohësisht një nga laboratorët kryesor evropian të menaxhimit të flukseve migratore jashtë kufive kombëtar. Një gjendje me dy fytyra krijon kështu një paradoks. Ndërsa Bashkimi Evropian vazhdon të kërkojë Shqipërisë reforma në shtetin e së drejtës, forcim të institucioneve demokratike, pavarësi institucionale, respektim të drejtave themelore dhe të kritereve të Kopenhagës, në të njëjtën kohë kërkon që ajo të integrohet në arkitekturën evropiane të kontrollit të migracionit, madje edhe përpara se të bëhet anëtare. Të paradoks e pranoi pa dashje vetë ministri i jashtëm shqiptar Ferit Hoxha, i cili më 12 maj deklaroi se protokolli me Italinë nuk do të rinovohet pas skadimit të afatit të tip 5 vjeçar, jo për arsye politike, por sepse deri atëherë Shqipëria, sipas gjasave, do të jetë anëtare e Bashkimit Evropian. Ajo deklaratë u zbut më pas si një reflektim i sinqert me zë të lartë pas reagimeve publike, mbetet shumë domethënëse. Modeli që Brukseli ofron si precedent për të ndjekur është, sipas vetë leximit të qeverisë së Tiranës, një instrument i përkohshëm, i destinuar të bjerë jo sepse është i kaluar në thelb, por për efektin e thjesht juridik të antarësimit në Bashkimin Evropian, një antarësim që vetë qeveria e kërkon me ngulm. Përveç kostove jashtëzakonisht të rënda njerëzore, demokratike, politike dhe ekonomike, mbetet e qartë logjika neokoloniale e modelit shqiptar. Përveç kostove jashtëzakonisht të rënda njerëzore, demokratike, politike dhe ekonomike, mbetet e qartë logjika neokoloniale e modelit shqiptar. Përdorimi një vendi të tretë si zgjatim apo projekcion fiktiv i kufirit italian dhe evropian, krijimi një hapësire dyfish jashtë territoriale të shkëputur nga juridiksioni vendas dhe të vënë në dispozicion të Italisë, e cila ushtron aty juridiksionin e saj, duke zbeu kështu perspektivën vendase që shet territorit e saj të shfrytzuara dhe të shndërruara në enklava pa përfshirjen e komuniteteve. Pra kemi një hapësirë që paguan koston e politikave evropiane, pa gëzuar tërësinë e të drejtave që antarësimi në Bashkimin Evropian do duhet të garantonte. Në Itali protokolli është trajtuar pothuajse ekskluzivisht si një politikë migracioni, parandalim, kontroll kufish, menaxhim riadhesimesh dhe si modeli shqiptar, shprehje që nënkupton zhvendosjen e përgjegjësisë italiane dhe evropiane. Debati publik është përqendruar kryesisht tek numri i personave të transferuar, kostot ekonomike dhe vendimet e gjykatave që kanë bllokuar vazhdimisht transferimet. Shumë pak hapësirë kanë zënë zërat që vinin nga Shqipëria dhe pyetja që shoqëria civile shqiptare ka ngritur prej 2 vitesh, çfarë do të thotë për një vend kandidat të bëhet terreni ku Bashkimi Evropian eksperimenton forma të reja të eksternalizimit në dëm të demokracisë, sovranitetit dhe komuniteteve vendase, ndërsa në Shqipëri protokolli që në fillim ka marrë një kuptim që shkon përtej politikës së migracionit. Për shumë aktivist, intelektual, lëvizje dhe organizata të shoqërisë civile, ai përfaqëson simbolin e një modeli qeverisjeje të bazuar në heqjen graduale të sovranitetit vendimarrës, në qëndrimin e pushtetit ekzekutiv dhe në shndërrimin e territorit në një burim të negociueshëm, të disponueshëm, madje edhe në shitje ose në huadhënie pa pagesë, që i nënshtrohet interesave politike dhe ekonomike të jashtme. Ndërkohë, aktivistët e shoqatës mesdheu e kanë interpretuar protokollin si një çështje që lidhet me ëndrrën evropiane të drejtave dhe demokracisë, tashmë të thyer me kujtesën migratore të coptuar, me dhunën e kufive, për
përfshirë tragjedinë e Katerit të Radës në vitin 97 dhe me atë që ata e konsiderojnë shantazh moral të instrumentalizuar politikisht nga Edi Rama. Kritika ndaj qendrave të Gjatrit dhe Shëngjinit është ndërtuar kështu me mobilizime më të gjera kundër autoritarizmit, shpopullimit. Në regjistrimin e fundit, popullsia shqiptare ra në 2.335.930 banor, kundërshtimit të politikave që e trajtojnë migracionin si burim fuqie punëtore për sektorin turistik dhe rolit të vendit si palvartëse në marrëveshjet ndërkombëtare për migracionin. Përveç marrëveshjes me Italinë, në këtë kuadër përfshihen edhe marrëveshjet e mbështetura nga Shtetet e Bashkuara për pritjen e përkohshme të shtetasve afgan në Shëngjin, të strehuar në disa resorte, si dhe në një rast të ndryshëm për nga natyra dhe origjina, vendosja në Shqipëri e dizidentëve iranian të Mek në Manz. Bëhet fjalë për përvoja të ndryshme, por të bashkuara nga përdorimi i territorit shqiptar, si një hapësirë vënë në dispozicion të fuqive të huaja. Është e njëjta logjik që revolucioni i flamingove e denoncon në sloganin Shqipëria nuk shitet, duke vendosur marrëveshjen Itali-Shqipëri brenda një kritike më të gjerë ndaj modelit të zhvillimit të ndjekur nga qeveria Rama, tashmë në mandatin e saj të katërt, projekte të mëdha turistike, privatizimi i Bregdetit, betonizimi, projekte të mëdha ndërtimore, korrupsioni, kapja oligarkike e institucioneve dhe pamundësia për të garantuar transparencë. Mjedisi, demokracia, migracioni dhe sovraniteti nuk paraqiten më si çështje të ndara, ato bashkohen në kritikën ndaj një sistemi që përqendron përfitimet në qendër dhe shpërndan kostot në periferi. Nuk është rastësi që më 22 shkurt 2024 Parlamenti i Shqipërisë miratoi në të njëjtën seancë si ratifikimin e protokollit me Italinë, ashtu edhe ndryshimet ligjore që hapën rrugën për ndërtime në zonat e mbrojtura, i kundërshtuar nga lëvizja e flamingove. Dy vendime të ndryshme për nga objekti, por identike në metodë, ndërhyrje të ndërmarra me shpejtësi, debat publik i reduktuar në minimum dhe komunitete të prekura të përjashtuara nga vendimarrja. Për gjitha këto arsye, Shqipëria po bëhet vendi ku matet aftësia e Bashkimit Evropian për të pajtuar zgjerimin me shtetin e së drejtës, mbrojtjen e mjedisit dhe respektimin e të drejtave themelore, shkruan Ballkani Kaukazo. Në këtë kuptim, ajo që ndodh sot midis Gjatrit, Vjosnartës dhe Brukselit ka të bëjë shumë më tepër se sa me të ardhmen e Shqipërisë, ka të bëjë me të ardhmen e vet projektit evropian.